Shqiptarët po udhëtojnë më shumë. Sipas të dhënave të Instat, në muajin prill, rreth 684.000 qytetarë kanë dalë nga territori i Shqipërisë, duke shënuar rritje me 11.5%, krahasuar me prillin e vitit të kaluar. Shifrat në rritje pasqyrojnë dëshirën dhe mundësitë e shqiptarëve për përvoja turistike dhe jo vetëm. Sipas operatorëve turistik, numri i shqiptarëve që udhëtojnë jashtë vendit ka ardhur çdo vit në rritje pas pandemisë, por çfarë ka ndikuar që udhëtimi nuk po shihet më si luks. Kjo ka të bëjë më shumë me aksesin që na japin kompanitë low cost. Ata kanë ngritur numrin e destinacioneve dhe përrjedhoj për shkak të ofertës së madhe që ata kanë ulur çmimet e fluturimeve në mënyrë të konsiderueshme. Faktori kryesor për këto lëvizje është oferta e çmimeve të lira të fluturimeve që janë tani nga Tirana. Nga udhëtimet e shkurtra deri tek destinacionet më të largëta, ku preferojnë të shkojnë shqiptarët. Evropa qëndron gjithmonë numër 1 në kërkesë për udhëtimet e fundjavave, veçanërisht janë shumë popullore për të ikur me 2-3 ditë qëndrim ose qoftë edhe një natë qëndrim. Është edhe një trend më i ri akoma ku njerëzit nisen herët në mëngjes edhe mbërrin në darkë vonë, as nuk qëndrojnë fare me hotel. Domethënë këtë trend e merr shumë Italia veçanërisht. Por nuk duhet të përjashtojmë edhe Dubain. Dubai tani na është bërë siç ka qenë një kohë Dubrovniku, me kosto shumë të lira. Udhëtimet jashtë vendit kanë ardhur në rritje gjatë gjithë vitit, por dimri dhe sezoni turistik i verës shënojnë dhe flukset më të larta. Gjatë periudhës së dimrit kërkesat më të larta janë drejt destinacioneve të Evropës. Pastaj jemi tani duke hyrë në sezonin e verës dhe në sezonin e verës njerëzit riorientohen drejt plazhit. Destinacioni kryesor për plazhin për shqiptarët në këto momente është Greqi, Turqi dhe Italia. Pavarësisht mundësisë së biletave të lira drejt destinacioneve më të kërkuara, sipas operatorëve turistik, rrugët toksore dhe vendet e afërta vijojnë të mbeten të preferuarat për qytetarët shqiptar gjatë pushimeve të verës. Greqia, për shkak të aksesit që ne kemi, edhe një gamë të gjerë mundësish hotelesh nga më ekonomike deri te ato më luksozet, është shumë atraktive për pushimet e verës për njerëzit që nuk duan të fluturojnë. Italia është pak më e koklavitur për të shkuar për shkak sepse përfshin ose avion linje ose tragetin. Përveç udhëtimit për qëllime turistike, një numër të konsiderueshëm të lëvizjeve jashtë vendit zën edhe të rinjt për përvoja profesionale dhe edukimi.